Përshëndetje të gjithëve. Në këtë video do të prezantojmë 3 protokolle të ndryshme për trajtimin e sëmundjes COVID-19 në kushte jashtëspitalore, që do të thotë në fazat e hershme në mënyrë që pacientët apo individët të mos arrijnë në një fazë më kritike ku duhet të shtrihen në spital. Pra, këto janë 3 protokolle sipas mendimit tim mjaft të rëndësishme në mënyrë që të evitohet përkeqësimi i situatës me COVID-19 tek personat e ndryshëm. Prandaj këto janë 3 protokolle të ndryshme, i kemi emërtuar me 1, 2, 3. E para është e shoqatës së mjekëve dhe kirurgëve të Amerikës, është një shoqatë mjaft e vjetër që nga vitet 1940 është themeluar. Pastaj kemi protokollin e përdorur nga Aleanca e mjekëve që luftojnë Covidin, sidomos në fazat kritike, si dhe protokollin e tretë të zhvilluar nga EVMS apo Shkolla e Mjekësisë të vendit të quajtur Eastern Virginia. Para se të fillojmë, ne duhet ta bëjmë një vërejtje se përmbajtja apo këto 3 protokolla apo këto përmbajtja e këtij prezantimi nuk ka për qëllim të jetë zëvendësim i këshillave mjekësore, diagnozave ose trajtimeve profesionale, dhe çka është më e rëndësishme, nuk përbën këshill mjekësore, pasi që këtë këshill mjekësore apo trajtimin e këtyre pacientëve mund ta bëjnë vetëm mjekët të cilët e kanë licencën e ushtruesit të detyrës së mjekut apo specialistit. Prandaj, qëllimi i këtij video është që t'ju ofrojmë informata edukative arsimore, pra për qëllime edukative, në mënyrë që të shohim se cilat janë këto 3 protokolle dhe pse janë duke pasur sukses në mënyrë që të reduktojnë numrin e shtrimeve në spital. Para se të kalojmë tek këto 3 protokolle, duhet të flasim lidhur me kornizën konceptuale, apo themi ashtu ABC-dën apo alfabetin, se si funksionon COVID-19 në fazat e hershme dhe në fazat e vonshme, dhe cilat duhet të jetë qasja e përgjithshme. Pra, kjo është një grafik i përgjithshëm. Mund të ketë domethënë devijime në raste të caktuara, mirë, po këto janë statistikat e marra nga ulëmtimet e fundit që janë bërë nga shkencëtarë të ndryshëm që nga paraqitja e këtij virusi. Është e përkthyer, është në gjuhën angleze, mirë, po do ta shpjegojmë shkurtimisht. Në krahun X, në këtë grafikun X, i kemi numrin e ditëve, pra prej ditës 1 kur fillohet infektimi me virus deri në ditën 28, ndërsa në Y këtu e kemi nivelin e vështirësisë së sëmundjes. Sa më i lartë niveli, aq më vështirë sëmundja. Dhe i kemi ndamë në 4 faza. Kjo është më rëndësi ta kuptojmë, si dhe këto 3 grafike do t'i shpjegojmë shkurtimisht. Faza e inkubimit, faza kur fillojnë simptomet, që është parafërsisht në ditën 5 si mesatarisht, nga data kur është infektuar realisht pacienti apo individi, faza e hershme pulmonare dhe faza e vonshme pulmonare. Dhe si shohim ky grafiku këtu, do të thotë ky me zezë lidhet me nivelin e vështirësisë, pra me Y, nëse vim në fazën e vonshme pulmonare dhe nuk kemi bërë diçka në trajtimin e pacientit në këto faza më të hershme, atëherë rezultati do të jetë më i keq për pacientin. Dhe duhet thënë që sa i përket replikimit apo shumimit të virusit në trup, maksimumin e arrin kur fillojnë simptomet. Domethënë, në momentin që fillojnë simptomet, replikimi i virusit SARS-CoV-2 në trupin e individit e ka arrit pothuajse maksimumin, dhe supozohet mbas ulëmtimeve të fundit që janë vërtetuar, thuhet që deri në ditën e 11 pothuajse më nuk ka virus të gjallë në organizmin apo në trupin e individit. Dhe pastaj fillon në këtë fazë kur fillon zvoglimi i replikimit, pra nuk ka më virus që replikohet o shumohet në trup, se e ka arrit maksimumin. Ditën 11 fillon të kemi viral debris. Këto janë, si me thonë, mbeturinat e virusit. Virusin, themi ashtu në thojza, i vdekur, pra virusi i cili nuk bën probleme, po ekziston ende në trup. Si shpesheni deri në ditën e 28 tu në grafik kemi këtë mbeturinat e virusit që ekzistojnë edhe në fazën pulmonare të hershme dhe në fazën pulmonare të vonshme. Dhe si rezultat i kësaj mbeturinave të virusit kemi edhe ndezjen e flakës brenda trupit, që quhet inflamacion i lartë. Në disa individ që nuk e kanë sistemin imunitar jo shumë të mirë për shkak të sëmundjeve kronike të ndryshme, atëherë kemi edhe dysregulation of the immune system, që quhet, domethënë sistemi imunitar nuk është shumë i moduluar mirë dhe nuk është i rregullt. Dhe në këtë rast në farforme krijohet një lloj flake, inflamacionin ta quajmë ashtu, një faj flake, dhe që quhet cytokine storm apo stuhia e citokineve, të cilat pastaj disregulohen dhe mund të shkaktojnë probleme të ndryshme dhe dëmtime të organeve të ndryshme. Pra, në këtë rast, këtu është faza pulmonare dhe faza e vonshme. Çfarë do të thotë? Tash do të vazhdojmë tutje. Sa i përket infiltrimeve pulmonare, si shohim në fazën simptomatike, nuk ka shumë infiltrime në mushkëri. Domethënë deri në ditën e 11 në shumicën e ulëmtimeve që është bërë nuk ka pas shumë infiltrime në mushkëri. Mirë, po nëse kalojmë në fazën pulmonare ku virusi domethënë ka arrit në zero dhe kemi fazën ku virusi kalon në formë
të vdekur, pra në formë të mbeturinave, dhe atëherë kemi aktivizimin shumë të lartë të sistemit imunitar që është i disreguluar, pra flaka rritet, atëherë kemi edhe infiltrim më të lartë pulmonar, edhe në fazën e vonshme kemi, do thot, probleme me, siç do ta shohim në grafikun e tanishëm. Këtu e kemi një rentgen të mushknive në fazën e hershme pulmonare, ku e shohim në të dy anët e mushknive kemi një hapësirë të bardhë këtu, hapësira të bardha ku e shohim që ka infiltrim pulmonar nga virusi SARS-CoV-2. Do thotë personi ka kaluar nga faza simptomatike në fazë të hershme pulmonare. Apo kjo këtu shohim në fazë të vonshme pulmonare, ku e shohim këtu që mushknit në këto dy anë, apo në këto anë e shohim që e kanë humbur komplet të formën e tyre të rregullt dhe krijojnë përshëndetje që këtu si bardh, si bora, që themi ashtu, që nuk duhet të jetë kështu, ndërsa mushkrit e rregullta duhet të jenë në këtë formë. Kjo është forma e rregullt e mushkrive. Okej, po vazhdojmë. Simptomet klinike në fazën simptomatike janë temperatura, dhimbje trupit, kollitje, kokdhimbje, diare e kështu me radhë. Mirë, po nëse personi kalon në fazën e hershme pulmonare, do të ketë edhe problem me saturim apo ngopje të oksigjenimit në gjak, ku saturimi mund të shkojë në 94%, që quhet mild hypoxia apo frymëzënje e lehtë, ku individi ka nevojë për suplementim të oksigjenit, pra më pak se 4 litra. Mirë, po nëse kalon në fazën e vonshme pulmonare, atëherë kemi frymëzënje të lartë, progresive, ku kandidati në këtë rast individi kërkon më shumë se 4 litra për minutë suplementim të oksigjenit dhe oksigjenimi është shumë më pak se 90%. Prandaj qëllimi i këtyre 3 protokolleve që do t'i diskutojmë sot është targetimi apo ofrimi i disa protokolleve që veprojmë në këtë fazë në mënyrë që individi të mos kalojë në fazën e hershme pulmonare dhe vonshme pulmonare, ku probabiliteti i smundshmërisë është shumë i lartë dhe domethënë i rezultateve negative është më i lartë. Prandaj targetimi është në këtë fazë. Dhe në këtë fazë duhet të fokusohemi zakonisht, siç po shihet edhe këtu, në gjëra të cilat e stopojnë replikimin e virusit. Pra qëllimi është që këtu të stopohet replikimi i virusit në mënyrë që mos krijohet shumë viral debris mbeturinë e virusit dhe të mos aktivizohet sistemi imunitar ta çrregullojë sistemin e përgjithshëm të trupit. Prandaj çka duhet të bëhet deri në këtë fazë këtu, të bëjnë një vi, majtas, deri në fazën kur virusi është duke u reduktu, duhet të bëhet trajtimi antiviral, pra me agent të ndryshëm të cilët e stopojnë replikimin e më të thjeshëm apo e zvoglojnë, pra nëse të shkoj kështu prej ditës 5 deri në ditën e 11 ngadalë të zvoglu, me mujt me shku të poshtë, mu zvoglu komplet virusi, mu hek, që në mënyrë që mos të kaloj pacienti apo individi në këtë fazë këtu. Pra duhet në trajtimi në këtë fazë trajtim antiviral, ndërsa trajtimi nëse pacienti shkon në spital ose është në fazën e hershme pulmonare kur ka nevojë për suplement oksigjenit, trajtimi duhet të fokusohet në trajtim antiinflamator. E jo trajtim antiinflamator në fazat e replikimit të virusit, por në këtë fazën e parë duhet shkohet me trajtim antiviral, në këtë fazë ne duhet shkohet me trajtim antiinflamator, për shkak se inflamacioni apo flaka në trup shkon duke u rritur dhe prandaj trajtimi këtu duhet fokusohet në trajtim antiinflamator, siç do ta shohim tani. Pra edhe një herë, siç është për shembull kjo ampulla remdesivir që përdoret në pacientët e shtruar në spital, ato pacientë sigurisht të shtruar në spital janë ose në fazën e hershme pulmonare ose në fazën e vonshme pulmonare, dhe ne e dimë që infuzioni me remdesivir ka për qëllim të është antiviral, dhe a mund të logjikoni që veprimi antiviral të aplikohet në fazë spitalore ku individi nuk ka virus prezent i cili është i gjallë, i cili është duke bërë dëme. Qëllimi është që në fazën spitalore pulmonare të jetë, domethënë trajtimi spitalor të jetë antiinflamator. Sidoqoftë ne në këtë prezantim po flasim për trajtim të hershëm në mënyrë që çdo individ të mos eskalojë në këtë fazën e djathtë. Pra shkojmë më tutje, po shkojmë tek shoqata amerikane e mjekëve dhe e kirurgëve, pra ky është protokolli i parë që do ta shpjegojmë sot, dhe është shumë i thjeshtë. Do të thotë është në formë të algoritmit, është i bazuar në këtë libër që është publikuar nga kjo shoqatë me këta përbërës, dhe mund ta searcheroni në Google dhe mund ta gjeni edicionin e plotë të këtij, A Guide to Home-Based COVID Treatment. Edhe ky protokoll bazohet në këto 3 fusha. Fusha e ka ndarë në 3 fusha. Persona që janë nën 50 vjeç, që nuk kanë komorbiditete, pra janë të shëndetshëm, persona që janë mbi 50 vjeç, ose edhe nëse janë nën 50 vjeç, nëse kanë komorbiditete në kuptimin që janë obez, kanë smundje pulmonare, kardiovaskulare, diabeti, smundje veshka apo kancer, njërën prej këtyre, ose persona që janë mbi 50 vjeç, po i kanë më shumë se 2 ose më shumë komorbiditete, duhet shkojnë në këtë nivel.
Tash do të flasim nga ana e majt, nëse do të thotë i kanë simptomet Covid apo janë diagnostifikuar me Covid-19, vetë izolimi dhe duhet ta klasifikoj veten në këto 3. Nëse është nër 50 vjet i shëndetshëm, atëherë çka thotë ky protokoll? Thotë menjëherë duhet të ketë aerosje, që është shumë e rëndësishme, aerosja e vendit ku është duke qëndruar në mënyrë që të bëhet eliminimi i virusit në ajër, të përdoret zinku 220 mg apo 50 mg element të zinkut, një herë në ditë ka një, vitamin D3 5000 njësi ndërkombëtare një herë në ditë ka një, si dhe vitamin C 1000 mg 1 deri 4 gram në ditë, 1 deri 4 herë në ditë, minimum 5 ditë rekomandon deri në 30 ditë, deri në 1 muaj. Pra, këto 3 suplemente duhet i marrin të gjithë në momentin që janë të diagnostifikuar. Në momentin që je në moshën nër 50 vjeç, i shëndetshëm thot pritje dhe monitorim dhe vet izolim i plot. Mirpo, nëse shfaqen simptomet përkeqësohen, pra jemi të folë për këtë kategorinë nër 50 vjet, apo për kategorinë të moshës mbi 50 vjet, që kanë një komorbiditet, këtu duhet shkojmë patjetër në trajtimin antiviral, që e cekëm pak më herët, sepse jemi në fazën e replikimit të virusit apo reduktimit të virusit. Targetimi do të jetë antiviral. Pra menjëherë kjo shoqat inkurajon që të shkohet së paku apshe më e madhe ose barabartë me 2 agent me veprim antiviral, së paku 5 ditë. Sepse nuk ka ndonjë terapi që dihet sakta 3 ditë, 2 ditë, 5 ditë, po së paku 5 ditë do të duhet ta përcaktojnë ose këto të parën me dytën, ose dytën me tretën, ose të parën me tretën. Pra është hydroxychloroquine 200 mg 2 herë në ditë ka një dhe njërin për këtyre antibiotikëve. Antibiotikë përdoren edhe për shkak se kanë veprim antiviral, si dhe për shkak që kanë veprim antibakterial, pasi që smundjeve virusale pretendohet që mund të ketë edhe ndonjë superinfekcion apo infekcion sekondar bakterial, prandaj preferohet të përdoret edhe njëra prej këtyre 2 antibiotikëve, është azitromycin ose doxycycline. Dhe mirë po thot, e kemi edhe një agent tjetër antiviral, që nuk është drejt për drejt për SARS-CoV-2, mirë po hulumtimet tregojnë që ka sukses shumë të madh në parandalimin e replikimit të virusit, që quhet ivermectin ose shkurtimisht IVM, edhe këto nëse përzgjedhet duhet ta ketë një antibiotik. Mirë po, nëse përzgjedhet i pari me dytin, këto dy të parat, normalisht që shkon vetëm njëri prej antibiotikëve, nuk mirën 2. Ose favipiravir, që është një antiviral tjetër që është duke u përdorur dhe gjendet në tregun e Kosovës. Këtu është diagnoza, domethënë edhe dozimi, 1600 mg 2 herë në ditë ka një ditë, pastaj ditëve tjera 800 mg 2 herë në ditë ka një, që bën 1600 total në ditë, plus një për antibiotikëve. Pra është ose hydroxychloroquine, ose ivermectin, ose favipiravir. Qëllimi i kësaj është që menjëherë në fazat e hershme, nëse ka simptome, të vazhdohet me agent antiviral për të mos progresuar individi në fazën inflamatore dhe trombocite, pasi që na e dim që koagulim të gjakut, pasi që e dim që në fazat e më vonshme krijohet një inflamacion i lartë që mund të shkaktojë edhe koagulim të gjakut dhe probleme të ndryshme. Prandaj, çka ndodh? Çka thot ky diagram tutje? Tutje thot, nëse pas marrjes së këtyre 5 ditë të këtyre dhe pas 5 ditëve zhvillohen simptomat respiratore, do të thotë kalon në fazën e hershme pulmonare, ose pas 5 ditëve të veprimeve me këto medikamente antivirale dhe antibiotik, vazhdon me simptome, individi ka simptome, duhet të vazhdohet menjëherë me agent antiinflamator, siç e tham pak më herët, me antiinflamator, pasi që është krijuar inflamacioni. Dhe këta propozojnë prednizonin 1 mg per kilogram një herë në ditë për 5 ditë. Nëse një personi ka 80 kg, duhet merr prednizon 80 mg në ditë, nëse është e 40, atëherë 2 në ditë ka një 80 mg prednizon, dhe ky është antiinflamator që e shun pak a shumë zjarrin dhe e qetëson sistemin imunitar, siç e pam pak më herët nga ai grafiku ku ekziston virusi i vdekur në këtë fazë, mirë po që shkakton probleme për shkak të stuhisë së citokineve dhe kemi inflamacion të lartë dhe flaka shkon duke u rrit. Për me shu flakën, këta propozojnë që duhet të aplikohet edhe prednizon që është kortikosteroid. Dhe pastaj, nëse është gjendja serioze shëndetësore, kemi këta persona këtu, rrezik për koagulim të lartë, duhet të apo dyshohet për mikrotromboz, duhet shkohet menjëherë me aspirin të 400 mg ose në Amerikë që ekziston 305 mg një herë në ditë ka një, ose duhet shtohet nëse kemi analiza biokimike të D-dimer e këto elemente tjera që testohen për të parë riskun e koagulimit, atë duhet të vazhdohet me heparin, siç përdoret fraksiparina ose heparin, ose duhet të shkohet me, kjo është në formë të injektimit ose në formë të hapave që përdoren, është Eliquis, është Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran,
Edoxaban e kështu me radhë për 5 ditë, mirë, por kjo duhet të monitorohet non-stop. Pra, ky është protokolli i propozuar nga shoqata e mjekëve dhe kirurgëve amerikanë. Normalisht ata propozojnë që çdo moment duhet ta kenë një oksimetër, ta shikojnë pulsin dhe nivelin e saturimit në gjak, dhe sipas nevojës çdo hap duhet të rivlerësohet gjendja dhe duhet të ordinohet pastaj nëse ka nevojë për hospitalizim. Dhe ky diagram do të thotë duhet të përdoret në faza shtëpiake, në fazat të hershme. Pra, thënë më shkurt, kjo shoqatë ka thënë që suplementet kritike janë zinku, vitamini D3 dhe vitamini C njimive, pastaj vepron agent me veprim antiviral, pasi që në fazat të hershme duhet ta reduktojnë veprimin antiviral apo virusin në mos, dhe thotë të zgjidhen ose ivermectin ose hydroxychloroquine ose favipiravir tableta, dhe duhet ta zgjidhet njëra nga këta dy antibiotik, azitromicin ose doxycycline. Dhe këta janë agent me veprim antiviral dhe që kanë reagim shumë të mirë. Dhe nën dy thot për ata që veprojnë, që kalojnë domosdoshmë 5 ditë me simptome dhe kalohet në fazën e hershme pulmonare, duhet të shkojnë edhe në agent me veprim antiinflamator dhe imunomodulator, siç është prednizon dhe kolcicin, këto nuk e cektuam, mirë po prednizon është kortikosteroid që përdoret 1 mg për kilogram të peshës trupore për 5 ditë në mënyrë që të qetësohet flaka, si dhe thot për ata që kanë probleme dhe që kanë analiza të D-dimer ose të probleme tjera me trombozë, duhet të aplikojnë edhe agent antitrombotik dhe antiinflamator, siç është aspirina e dozës 325, dhe nëse ka dyshime për koagulim duhet të përdoret fraksiparin apo apixiban apo debigatran, që thamë pak më herët janë këto forma orale, kjo është forma injektim, e kjo është forma përmes hapit që ka veprim antikoagulativ, antitrombotik. Po vazhdojmë tutje me protokollin e dytë të cilin do ta prezantojmë sot, të zhvilluar nga Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, pra kjo aleancë, e cila ka të bëjë me trajtimin e pacientëve me COVID-19 në kushte jashtëspitalore apo që quhen ndryshe në kushte ambulantore apo shtëpiake. Ky protokoll ka të bëjë me trajtimin e hershëm të pacientëve me COVID dhe është zhvilluar nga kjo aleancë. Ky protokoll përfshin këto elemente të trajtimit, e para dhe kryesorja sipas tyre është ivermectin, dhe doza që duhet të mirret menjëherë është 0.2 mg për kilogram të peshës trupore, dhe këta propozojnë që duhet të merren vetëm 2 doza, do të thotë ditën e parë dhe ditën e tretë të dozimit. Pastaj këta propozojnë që duhet të merret patjetër edhe vitamin D3 në minimum 4000 njësi ndërkombëtare në ditë, për shkak të vitamini D3 ka treguar që ketë veprim imunomodulator dhe veprim antiinflamator mjaft të mirë. Po ashtu edhe vitamina C kanë propozuar që duhet mirën së paku 2000 mg 2 deri 3 herë në ditë, që i bie në maksimum 6 gram apo 6000 mg, si dhe quercetin 250 mg 2 herë në ditë, që është domethënë me përbërje natyrale. Pastaj kanë propozuar që duhet të merret melatonina, që është një hormon që e prodhon edhe vetë trupi, 10 mg para gjumit, së bashku me zink, për shkak të efektit që ka për rregullimin e sistemit imunitar dhe ka edhe veprime të ndryshme në punime të ndryshme, veprime antivirale, pra së paku 200 mg në ditë. Do thotë, kjo është fjala për pacientët e diagnostifikuar me COVID-19, dhe aspirinën për shkak të rolit të tij në reduktimin e rrezikut për ngjizjen e gjakut apo trashjen e gjakut, ku së paku kanë propozuar 325 mg dozë ditore për pacientët e diagnostifikuar me COVID. Apo thënë më ndryshe, këta kanë propozuar të përdoret ivermectin, vitamina D3, quercetin, së bashku me vitaminën C, melatonina, zinku, si dhe doza të ndryshme të aspirinës, pra nga 81 mg, që është dozë minimale, do thot baby aspirin që quhet ndryshe, apo low dose deri në 325 mg, që është domethënë dozë e lartë e aspirinës për shkak të efekteve antitrombotike. Po vazhdojmë me protokollin e tretë të zhvilluar nga kjo shkollë e mjekësisë që quhet Eastern Virginia Medical School, pra për trajtim të COVID-19 në kushte jashtëspitalore apo ambulantore. Dhe ky protokoll ka meritat mëdha, pasi që është zhvilluar nga një ndër doktorët më të njohur dhe më të cituar në fushën e në fushën e intenzivës dhe në fushën e pulmologjisë. Ky është Dr. Paul Marik, i cili ka kontribuar drejt për drejt në zhvillimin e këtij protokolli për trajtim të pacientëve në fazat e hershme dhe jashtëspitalore.
dhe është pjesë dhe thot e këtij universitetit. Dhe për herë të fundit është azhonuar në 2 nëntor të vitit 2020. Pra Eastern Virginia Medical School Norfolk, Washington, është në Washington. Dhe sipas tyre për pacientët të cilët kanë simptome të lehta dhe mesatare, të cilat janë në shtëpi, patjetër duhet të startojnë me ivermectin, pra edhe këta propozojnë që duhet të përdoret ivermectin 200 mikrogram për kilogram apo 0.2 miligram për kilogram deri në 2 doza. Pastaj këta propozojnë me njëherë të vazhdohet edhe me vitamin C, gjys grami apo 500 mg BID në kupton 2 herë në ditë, pra 1 gram në ditë, dhe quercetin 250 deri në 500 mg 2 herë në ditë, BID në kupton 2 herë në ditë. Po ashtu vitamin D3 2000 deri në 4000 njësi ndërkombëtare në ditë, vitaminat B kompleks, zinku deri në 100 mg në ditë, melatonin deri në 10 mg në natë, si dhe aspirin për shkak të efektit antitrombotik dhe për shkak të reduktimit të riskut për koagulim gjakut, nga doza Baby aspirin deri në 325 mg në ditë. Normalisht të gjitha këto duhet të përshkruhen nga mjeku familjar apo mjeku specialist i cili trajton rastet me COVID-19. Thënë ndryshe, këta propozojnë të përdoret ivermectin, vitamin D3, vitamin C, melatonina, B kompleks, zink, dozat nga minimale deri në maksimale e aspirinës si dhe quercetin, që që ndikon në sistemin imunitar. Nëse mund të bëjmë një pyetje se cilat janë të përbashkëtat apo cili është elementi më i rëndësishëm i përbashkët i këtyre 3 protokolleve që i diskutuam sot, atëherë mund ta keni parë dhe ta keni vërejtur që është tableti apo agenti me emrin apo bari me emrin ivermectin. Dhe do të flasim tash në slajdet e radhës, do të flasim për se çka është ivermectin, kur është zbuluar, a është i sigurt, çfarë efekti ka në pacientët me COVID-19 apo a ka ndonjë efekt edhe në parandalimin e COVID-19 e deri tek rekomandimet për përdorimin e ivermectin. Pra kjo është formula e ivermectin. Do të vazhdoj me historikun shkurtimisht. Është zbuluar në vitin 1975 nga 2 autor, Satoshi Omura dhe William Campbell, dhe këta 2 autor janë ende gjallë. Është medikament, do thotë është medikament antiparazitik. Dhe sikurse antibiotiku që është kundër bakterieve të ndryshme, edhe ivermectin është medikament kundër parazitëve të ndryshëm, pra që përdoret për infeksionet nga parazitë të ndryshëm, siç mund të shihni edhe në këtë fotografi. Metabolizohet nga mëlçia, pra ka nevojë që mëlçia të metabolizojë këtë dhe nëpërmjet citokromit P453A4, kjo është term teknik sa për me ditë, edhe jetëgjatësia në plazmën e gjakut qëndron deri maksimumi 28 orë, do të thotë vepron. Deri më sot është raportuar që janë shpërndar 3.7 miliard doza të ivermectin deri më sot, normalisht për qëllime antiparazitike. Sa i përket efektit të tij deri sot ka ndikuar ndjeshëm në morbiditetin dhe vdekshmërinë në më shumë shtete me të ardhra të ulta, kryesisht shtete afrikane dhe të ardhra mesatare, dhe për shkak që ka ndikuar ndjeshëm që ti shpëtojnë nga vdekta këta persona me të ardhra të ulta për shkak të infeksioneve parazitare, në vitin 2015 këta 2 zbuluesit, Omura dhe Campbell, kanë fituar çmimin Nobel. Pra këto 2 persona që e kanë zbuluar ivermectin në 2015 kanë vendosur mja dhon çmimin Nobel për shkak që kanë ndikuar në uljen e vdekshmërisë të personave me infeksion parazitar. Gjithashtu që është me rëndësi shumë të madhe është se ky bar pra është përfshirë në listën e medikamenteve esenciale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pra World Health Organization. Pra, në web faqen e OBSH-s, ky medikament listohet si bar esencial, që do të thotë është mjaft i rëndësishëm për të përdorur normalisht për qëllime antiparazitore. Sa i përket sigurisë se a ka efekte anësore dhe çfarë sigurie ka, vetë fakti që janë përdorur mbi 3.7 miliard doza dhe nuk kemi parë ndonjë informacion që ka pas efekte anësore, nuk ka dalë në për informata ndryshme, studimet ndryshme që ndikon negativisht, mund të themi që është mjaft i sigurt. Gjithashtu këtu kemi edhe një rezultat të një studimi
që ka kombinu rezultatet e shumë studimeve tjera të mbi 50.000 pacientëve, ku i kanë marrë dhënat përmes pyetësorëve, i kanë marrë në pyetje 50.000 pacientë dhe kanë pa që efektet anësore ishin minimale vetëm të një përqindje shumë e vogël e këtyre 50.000 pacientëve. Pra temperaturë skuqe, kruarje e lëkurës, dhimbje e nyjeve, këto të gjitha ishin të përkohshme dhe janë eliminuar pas 1 ose 2 ditëve bazë të këtij punimi. Gjithashtu efektet më të rënda janë shumë të rralla dhe kryesisht janë te pacientët me smundjen apo infeksionin parazitar të njohur LOA, që në rajonin ton, sidomos Kosova apo në Evropë, kjo që është domethënë shumë e rrallë. Prandaj vetëm pacientët me LOA mund të ketë efekt më të madh anësor apo efekt të rënd anësor nëse përdorin barin ivermectin. Gjithashtu, çka është me rëndësi për këtë prezantim është që ivermectin posedon veti edhe antivirale. Përveç vetive antiparazitike, neve na intereson me ditë a ka veti antivirale dhe posedon veti antivirale. Ky studimet janë bërë, domethënë jo vetëm tash kohën e pandemisë, por që nga viti 2012, mjaft studimet ndryshme in vitro kanë demonstruar që ivermectin ndalon replikimin e shumë viruseve, përfshirë influencën, zikën, dengue dhe të tjera. Në prill, që është më rëndësishme tash po na intereson për prill 2020, disa studiues apo hulumtues nga Universiteti Monash në Australi kanë zbulu diçka të mrekullueshme. Kanë zbulu që ivermectin ndalon replikimin e SARS-CoV-2 duke dërguar në eliminim të plot brenda 48 orëve nga, domethënë, injektimi me apo nga dhënia e ivermectin të materialit viral në qelizat e infektuara. Mos harroni, duhet potencuar që ky studim fillestar ka qenë in vitro, pra nuk ka qenë in vivo, nuk ka qenë në personin e gjallë, por ka qenë në kushte laboratorike. Dhe në kushte laboratorike është e vërtetuar që ivermectin eliminon për 48 orë komplet virusin SARS-CoV-2 dhe që nga prill 2020 kjo ka nxit shumë hulumtues të ndryshëm si dhe mjek normalisht të testojnë ivermectin tek personat me SARS-CoV-2 apo me ivermectin. Ky është pra qysh në prill, pastaj në muajin qershor është pranuar të publikohet në një revistë prestigjioze të quajtur Antiviral Research dhe ky punim i hulumtuesve nga Universiteti Monash i Australisë është titulluar The FDA Approved Drug Ivermectin Inhibits the Replication SARS-CoV-2 in vitro, apo ivermectin, pra bari ivermectin i aprovuar nga FDA Food and Drug Administration në SBA për përdorim, normalisht për përdorim antiparazitik, do thot lejohet të përdoret në SBA, parandalon apo stopon, inhibits në kupton stopon replikimin e virusit SARS-CoV-2 normalisht në qeliza laboratorike, do thot në hulumtime laboratorike. Dhe këto janë 4 konkluzionet mjaft rëndësishme që duhet t'i përkthejmë. I pari thot, ivermectin stopon replikimin e virusit COVID-19. Vetëm një dozë, a single treatment, vetëm një dozë ka ndikuar në reduktimin 5.000 fish të virusit brenda 48 orëve. Pra, normalisht në qeliza cell culture, në qeliza laboratorike. Domthonë, 5.000 fish e ka reduktu virusin SARS-CoV-2, vetëm një dozë e trajtimit me ivermectin. Pastaj, ivermectin thot është e aprovuar nga FDA në SBA për infeksione parazitare dhe ka potencial për tu ridestinuar edhe për COVID-19 për shkak të hulumtimi. Ivermectin thot është mjaft gjerë në dispozicion pasi që është i përfshirë në listën e barrave esenciale të organizatës botërore shëndetësisë, që më kupton që është një barë mjaft i sigurt dhe mjaft domethënë gjendet gjithkohon po në shtete të ndryshme dhe është lehtë i gjendshëm dhe ka një kosto që duhet themi mjaft të lirë, pothuajse është më pak se $1 kushton për ta bler barin ivermectin. Një dozë kushton më pak se $1. Si është mekanizmi i veprimit? Këtu kemi tregu vetëm shkurtimisht mbas këtij punimin të hulumtuesve në Australi, ky është mekanizmi i veprimit, se çfarë veprimi antiviral ka. Kjo është qeliza, secili trup përbëhet, secili end përbëhet nga qelizat. Kjo është pjesa jashtme e qelizës, presa e brendshme, citoplazma, kjo pjesa me të kaltër, ndërsa brenda këtu si rrumbullak quhet ndryshe nukleusi, brenda të cilit gjendet edhe materiali gjenetik, ADN-ja apo DNA anglisht. Dhe virusi kur futet në qelizë dëshiron që të futet në nukleus për ta reduktuar, domethënë, aftësinë antivirale
antivirale për të reduktuar sistemin imunitar të vetë qelizës për të mbrojtur nga virusi. Do thotë, momentin që qeliza SARS-CoV-2 ose virusi SARS-CoV-2 futet në nukleus, atëherë bën punën e saj negative dhe shkakton dëme. Prandaj, sipas mekanizmi veprimit i ivermectin, që këtu mund ta shohim, vetëm ta fshim këto, kjo është citoplazma, pjesa e jashtme e qelizës, këtu është nukleusi, pra është me këtë formë prezantuar, dhe këtu është proteina e koronavirusit. Dhe përmes dy proteinave të cilat ekzistojnë në citoplazmë, quhen importing alfa dhe importing beta ne, që këto dyat kur bëhen bashk, e kapin virusin koronavirusin dhe e futin brenda në nukleus. Pra përmes importing alfa dhe importing beta janë dy proteina të cilat gjenden në virus, bëhet transportimi i koronavirusit nga citoplazma në nukleus, ku pastaj rritet edhe infektimi, do të thotë, i qelizës së trupit dhe i të gjitha qelizave që ekzistojnë në trup, në të gjitha organet, indet e kështu me radhë. Dhe momentin në prezencën e kësaj formule kimike, do të thotë të ivermectin apo të barit ivermectin, importin alfa dhe beta që kryejnë transportin nga citoplazma në nukleus, eliminohen këto, pra koronavirusi, ivermectin i stopon apo i ndan importin alfa për importin beta, dhe në këtë rast virusi SARS-CoV-2 apo koronavirusi, proteina e koronavirusit nuk ka se si të futet në nukleus, dhe në këtë rast thojnë autorët infection not enhanced, robust antiviral response. Vetë qeliza pastaj kur ta sheh virusin në citoplazm dhe nuk është futur në nukleus, fillon aktivitetin e vet antiviral dhe sistemi imunitar e asgjëson. Që do thotë, ky është roli, një prej mekanizmave të ivermectin, pra përmes asgjësimit apo disasocimit, këto i çkapën importin alfa dhe beta dhe s'kan se si ta mbajnë koronavirusin, proteinë e koronavirusit brenda citoplazmës. Kjo është një prej mekanizmave. Pra mos të futemi në detaje tjera, të shkojmë dhe të shohim se pas prillit dhe pas publikimit në Antiviral Research të këtij punimi, ka edhe mjaft hulumtime tjera me të dhëna empirike mbi efektivitetin dhe efikasitetin e ivermectin në COVID-19. Sikur nga perspektiva apo aspekti profilaktik, pra për parandalimin e infektimit me COVID-19, ka studime empirike pra për parandalim, pra personat që kanë marrë ivermectin për qëllime preventive nuk i ka ra koronavirusin, në kuptimin nuk janë infektuar me koronavirus. Pastaj ka studime empirike, klinike, empirike, me pacient jashtë spitalor, pra në kushte shtëpiake apo ambulantore, si dhe ka ulëmtime empirike për pacientët të cilat gjenden në kushte spitalore e sidomos për ata në gjendje kritike. Pra për të tri kategoritë ka ulëmtime empirike të ivermectin që shkurtimisht do t'i tregojmë tani. Këtu janë përfshim 26 punime të cilat janë empirike, ka më shumë punime, mirë po ne i kemi selektuar 26, janë mundim ju qasë përmes këtij linku këtu në faqen 3, dhe janë ndonë sipas kohës trajtimit. A është trajtimi i hershëm? Ekzistojnë 6 punime, pra studime empirike të ndikimit të ivermectin në COVID-19, 6 punime për trajtim të hershëm. Numri studimeve me raportim të rezultate nga 6 hulumtime të 6 apo 100% kanë tregu efikasitet të ivermectin në përmirësim të gjendjes së pacientëve me COVID-19. Sa i përket trajtimit të vonshëm, do thotë të pacientëve në kushte spitalore apo në kushte kritike në spital, ekzistojnë 13 punime dhe të 13 punime kanë treguar rezultat pozitiv, do thotë të ivermectin në përmirësimin e gjendjes së këtyre persona. Pastaj janë edhe dy kategori që i kemi nda, të personat para ekspozimit, pra para ekspozimit ndaj virusit, janë personat të cilët dëshirojnë të marrin ivermectin në doza javore, do ta shohim më vonë, dhe do ta shohim që ekzistojnë 5 studime empirike dhe të 5-tat kanë treguar rezultat pozitiv. Pra para ekspozimit të virusit, në kuptimin që nuk janë ekspozuar ose nuk kanë takuar persona që më pas janë diagnostifikuar me COVID-19, por vetëm janë ruajtur, kanë bërë distancë sociale me masa ashtu. Ndërsa janë edhe 2 studime pas ekspozimit, pas ekspozimit në kupton nëse brenda familjes një antar i familjes e ka virusin SARS-CoV-2, që do të thotë që antarët e tjerë të familjes janë ekspozuar ndaj atij antari, dhe në këtë rast personat që kanë marrë ivermectin pas ekspozimit, po para se me fillu simptome, janë 2 punimet dhe të 2 punimet janë 100%, domethënë kanë raportuar rezultate pozitive. Mos harroni, këto për 100% nuk do të kupton që 100% ka shëruar dhe ka
tregu rezultat pozitiv, por në të gjitha këto punime, pra në të 26 studimet, rezultati i ivermectin ka pasur rezultat pozitiv. Tash do t'i shohim në 3 kategori shkurtimisht. Do t'i marrim disa, pra pikë secilës kategori do t'i marrim ka disa punime, do t'i tregojmë edhe rezultatet e tyre shkurtimisht. Tash do të shkojmë te studimet profilaktike, i kemi ndarë në këto kategori, kush e ka përgatitur, se si t'i qasen, pra autori, shteti, burimi, çfarë lloji studimit, dizajni, kush janë subjektet e studimit, a janë për shembull punëtorë shëndetësor apo janë të sëmurë apo jashtë e kështu me radhë, çfarë doze kanë marrë të ivermectin, farë frekuencë të dozës apo 1 herë, 2 herë, 3 herë, dhe këtu i kemi përmbledhur rezultatet klinike të raportuara. Tash do ta shohim. Pra i pari është bërë në Egjipt. Ky është kodi përmes cilit mund ta gjeni këtë studim empirik në clinicaltrials.gov. Është dizajni i studimit është RCT, Randomized Control Trial, studim i randomizuar klinik dhe ku numri i personave është 304N. Subjektet e studimit kanë qenë familjar të pacientëve me COVID-19 PCR test pozitiv dhe doza ivermectin është për personat që kanë pasur deri në 60 kg, ja kanë dhënë 15 mg, 18 mg personave me peshë më të lartë dhe 24 mg personave me peshë mbi 80 kg dhe janë dhënë vetëm 2 doza, 72 orë ndërmjet. Pra doza e parë në ditën kur janë futur në këtë studim dhe doza e dytë pas 72 orë. Dhe janë krahasu, pra janë nda 304 pacient. Janë nda në 2 grupe, grupi që e ka marrë dozën e ivermectin dhe grupi që nuk e ka marrë. Ja këto, grupi që e ka marrë ivermectin dhe grupi quhet grupi i kontrollit. Personat që e kanë marrë ivermectin pas 2 muajve, domethënë hulumtim, janë shikuar se mos kanë marrë domethënë COVID-19 dhe vetëm 7.4% prej tyre janë testuar si COVID pozitiv. Të tjerët kanë qenë COVID negativ, do thotë nuk e kanë pranuar virusin. Ndërsa grupi i kontrollit që nuk ka marrë dozë të ivermectin, 58.4% të tyre janë diagnostifikuar me COVID. Kjo tregon që personat që nuk kanë marrë antarët e familjes të personave që janë testuar me COVID-19 PCR test pozitiv, nëse nuk kanë marrë COVID, kanë pas gjasa të infektohen nga ai antari i familjes 58%, ndërsa personat që kanë marrë ivermectin vetëm 7.4%. Këtu po shihet edhe fuqia e kësaj doze të ivermectin tek këta persona për qëllime profilaktike, pra parandaluese. Dhe këtu vlen të cekët se p-value ka qenë më e vogël se 0.001 që e bën që ky rezultat jetë mjaft signifikant, mjaft të rëndësishëm dhe e bën që ivermectin ka ndikuar drejt për drejt në këto dhe këto dy ndryshime në rezultate janë signifikante. Ulëmtimi i dytë është bërë në Argjentinë, prap ky është kodi në Clinical Trials, mund të futeni në clinicaltrials.gov, me këtë kod ta gjeni studimin e plot. Ka qenë randomized control trial, 299 persona kanë qenë pjesë e studimit, kanë qenë pacient të shëndetshëm negativ me PCR negativ. Do të thonë pacientë të cilët nuk kanë qenë të infektuar me COVID, 299. Dhe normalisht i kanë ndarë në 2 grupe, grupi që i kanë marrë ivermectin dhe grupi i kontrollit. Grupi që i ka marrë ivermectin i kanë dhënë vetëm 200 mikrogram pika, 5 pika në ditë për 28 ditë dhe i kanë ndarë në 2 grupe. Pra, grupi që i ka marrë çdo pika të ivermectin, sepse ivermectin është edhe në formë të hapit ose në formë të pikave, asnjë person pas 28 dite kur e kanë testuar përsëri nuk është diagnostifikuar me COVID-19, ndërsa personat që nuk kanë marrë 11.2% të tyre janë diagnostifikuar me SARS-CoV-2 dhe p-value vlera P është më e vogël se 0.001 që nëmë kupton që ky rezultat është signifikant, është i rëndësishëm. Studimi i tretë është në Indi, ky është linku për t'ju qasur edhe studimit. Është observational control trial, nuk është i randomizuar, por është vrojtues, po prapë është control trial, janë 186 case control pairs, këtu janë marrë punëtor shëndetësor, pra staf që është i ekspozuar drejt për drejt ndaj virusit COVID-19. Këtu ne i kanë dhënë, pra 186 punëtorëve shëndetësor ja kanë dhënë, normalisht i kanë dhënë në 2 grupe, grupi që ju kanë dhënë 300 mikrogram për kilogram peshë trupore, vetëm në ditën 1 dhe në ditën 4, pra vetëm 2 doza të ivermectin, dhe kjo ka ndikuar që te grupi që e kanë marrë çdo 2 doza, 73% e ka reduktuar kontraktimin e COVID-19. Pastaj kemi studimet kategoria 2, studimet jashtëspitalor. Kjo para intereson. Personat që janë diagnostifikuar me COVID-19, po të cilat nuk janë hospitalizuar, por ky është trajtim i hershëm. I kanë trajtuar herët me COVID me ivermectin. Është studimi i parë është në Argjentinë, ky është studimi, është seri e rasteve, numri është 167, janë pacient
jashtë spitalor, pra këtu që kanë mix, edhe jashtë spitalor edhe të hospitalizuar. Ata, do më thonë, me gjendje të lehtë i kanë marrë 24 mg ivermectin, me gjendje mesatore 36 mg dhe me gjendje më të rëndë 48 mg në ditën kur janë fut në këtë studim dhe pas 7 dite. Dhe këta me gjendje të lehtë, do më thonë me gjendje të lehtë kanë qenë 135 nga nga 167, 135 kanë qenë në gjendje të lehtë, asnjë vdekje. Nga këta me gjendje të hospitalizuar, pra që janë të hospitalizuar me gjendje mesatare dhe të rëndë, kanë qenë 32 pacient, vetëm një vdekje ka ndodhur te këta persona. Dhe që do thot apo 3.1% të pacientëve të hospitalizuar, vetëm 3.1% të pacientëve të hospitalizuar ka vdekur, ndërsa nëse e kqyrim ndaj total grupit i bie më pak se 1%. Pastaj e kemi edhe një tjetër nga Bangladesh. Ky është numri ku mund ta gjeni studimin e plot në clinicaltrials.gov, është RCT, Randomized Control Trials, me 363 pacient jashtë spitalor dhe të hospitalizuar. Këta personat që janë ndarë në grupin që kanë marrë ivermectin kanë marrë vetëm 12 mg ivermectin së bashku me një antibiotik të quajtur doxycycline dhe kanë marrë vetëm një dozë. Shiqoni, vetëm një dozë. Po ti kishte marrë 2 apo 3, ndoshta studimi kishte treguar rezultat më të mirë. Po ta shohim me një dozë. I kanë marrë brenda 3 ditëve kur janë diagnostifikuar. Peshini që është me një fazë shumë të hershme. Dhe përmirësimi i hershëm është vërejtur në 60.7% të personave që kanë marrë ivermectin, krahasim me 44% që nuk kanë marrë, dhe vlera e signifikancës ka qenë e lartë, pasi që ka qenë më pak se 0.05, por ka qenë 0.03 dhe këtë studim e bën signifikant. Gjithashtu, përkeqësimi i gjendjes ka ndodhur te grupi që kanë marrë ivermectin, ka ndodhur vetëm 8.7% të pacientëve që kanë marrë ivermectin ju ka përkeqësuar gjendja, ndërsa tek ata që s'kan marrë fare ivermectin, pasi që është RCT dhe ndahet në 2, ata që marrin dhe ata që nuk marrin ivermectin, ata që nuk kanë marrë ivermectin normalisht kanë marrë trajtimin spitalor apo trajtimin e zakonshëm të atij shteti, 17.8% apo 18% e tyre ju ka përkeqësuar gjendja. Pra në krahasim me 8.7 tyre që kanë marrë ivermectin. Dhe këtu mund themi që p-value ka dalë më vogël se 0.05, që është 0.02 në këtë rast, dhe që do thotë ky rezultat është mjaft signifikantiv, apo signifikant apo i rëndësishëm. Pra statistikisht i bën që është signifikant. Edhe përmirësimi hershëm, edhe përkeqësimi që ka ndodhur më i ngadalshëm tek personat, domethënë që kanë marrë ivermectin. Studimi i radhës është këtu, është linku, është një seri e rasteve prej 100 rasteve ka ndodhur në Bangladesh College of Physiatry and Surgery, po është për trajtimi i pacientëve jashtë spitalor, i kanë trajtuar me 200 mikrogram për kilogram plus doxycycline vetëm një dozë. Të gjithë të përmirësuar brenda 72 orëve. Brenda 72 orëve, domethënë 3 ditë ose 4 sa pi bjen, të gjithë pacientët që kanë marrë vetëm një dozë kanë ndodhur përmirësimi i parametrave klinik. Por për detaje mund të hyni edhe të shikoni. Pastaj është një tjetër nga Bangladesh me 116 raste jashtë spitalore, një dozë, koha e shërimit ka qenë 5.9 ditë në krahasim me 9.33 ditë të pacientëve që nuk kanë marrë. Pra ka qenë RCT, Randomized Control Trials, që ndahet në 2 grupe, grupi që merr ivermectin dhe grupi që nuk merr, dhe ata që kanë marrë 200 mikrogram për kilogram dhe doxycycline, koha e shërimit ka qenë 6 ditë. Në krahasim me ata që s'kan marrë doxycycline dhe ivermectin, koha e shërimit ka qenë diku 9.3 ditë, edhe pse nuk ka qenë rezultati shumë signifikantiv, domethënë kjo dallim, p-ja 0.07 do thotë s'ka dalë më vogël se 0.05, prap mund të vrejmë në mënyrë empirike, mund të vrejmë që ka një shërim shumë të hershëm te personat që janë trajtuar me ivermectin. Pastaj studimi tjetër në Republikën Dominican Republic, ky është linku. Këtu është me rëndësi se janë 3099 pacient jashtë spitalor dhe të hospitalizuar. Grupi jashtë spitalor ka marrë 0.4 mg për kilogram dhe grupi hospitalizuar ka marrë 0.3 mg për kilogram. Grupi i parë ka marrë vetëm një dozë, pra në ditën 1, vetëm një dozë. Grupi i dytë ka marrë 4 doza, në ditën 1, 2, 6 dhe 7. Shiqoni mortalitetin. Mortaliteti ka qenë 0.03% nga 2688 pacient jashtë spitalor. Keni kujdes, kanë qenë 3099, pra prej tyre jashtë spitalor pas kanë qenë 2688, e vetëm 0.03% prej tyre kanë vdekur persona, domethënë që kanë marrë ivermectin, po kanë vdekur, persona të tjerë do thotë nuk kanë pasur vdekje, ndërsa 300 pacient spitalor që japin që 3099, 300 pacient spitalor, 1% nga 300 pacient spitalor kanë vdekur, ata që kanë qenë të hospitalizuar.
30.6% nga 111 nga mjekimi intenziv. Do të thotë, janë ndarë në 3, ata që i kanë qenë jashtë spitalor, të hospitalizuar janë ndarë ata që nuk kanë qenë mjekim intenziv dhe ata që kanë qenë mjekim intenziv. Këta që s'kanë qenë mjekim intenziv, vetëm 1% kanë vdek, ndërsa ata që kanë qenë 111 pas kanë qenë mjekim intenziv, vetëm 30% kanë vdek. Dhe ju e dini që persona që janë në mjekim intenziv janë në fazë kritike dhe janë të intubuar sipas gjitha gjasave dhe aty, domethënë mesatarja e vdekshmërisë në shumicën e shteteve që janë raportuar është mbi 50 apo deri në 70%, ndërsa edhe te këta faza kritike apshenin nga mjekimi intenziv 30% kanë vdekur nga 111 persona, që do thotë 60% apo 70.4% kanë mbijetuar edhe pse kanë qenë në mjekim intensiv. Kjo do të thonë tregon edhe efikasitetin e ivermectin tek këta pacientë. Pastaj, çka është më rëndësi, është grupi i tretë i studimeve empirike të pacientëve vetëm të hospitalizuar, pra ata të cilët nuk janë trajtuar hershëm, nuk janë trajtuar në fazat hershme, po mjekët dhe ulëmtuesit kanë dashur me ditë rolin e ivermectin edhe tek personat në trajtim më të vonshëm, sepse themi që personat që janë të hospitalizuar quhen pacient të vonshëm, domethënë me vonesë kanë filluar trajtimin me COVID. Një prej tyre është edhe në SBA dhe është publikuar në revistën prestigjioze Chest 2020, është nga autori Reiter në Florida dhe është Observation Control Trial, janë 280 pacientë hospitalizuar, këta kanë marrë 200 mikrogram për kilogram peshë trupore dhe azitromicin, ditën 1 dhe ditën 7. Ditën 1 dhe ditën 7. Mortaliteti i përgjithshëm i atyre që kanë marrë, domethënë mos harrojmë, 5 personat e hospitalizuar gjenden në një fazë të pulmonare, themi ashtu, apo inflamatore të COVID-19, që do të thotë janë në një fazë më të përkeqësuar, dhe mortaliteti i përgjithshëm i tyre që kanë marrë këtë dozë 1 dhe 7, ditën 1 dhe 7 ka qenë 15%, ndërsa ata që s'kanë marrë fare ivermectin ka qenë 25.2%. Probabiliteti apo do të thotë p-value vlera për është më e vogël se 0.05, që do të thotë ky dallim është mjaft signifikantiv. Ndërsa mortaliteti i pacientëve kritik, pra që gjenden në intenziv, në gjendje kritike, të personave që kanë marrë ivermectin ditën 1 dhe 7 ka qenë 38.8, krahasim me shiqoni mortalitetin e personave në gjendje kritike që nuk kanë marrë ivermectin ka qenë 80.7. Dhe vlera është mjaft signifikante, është nër 0.05 që e bën këtë statistikisht signifikant këtë rezultat, që do të thotë efekti i ivermectin te personat në intenziv ka qenë mjaft i lartë. Gjithashtu edhe te personat jashtë intenzivës, mortaliteti përshini gati 2 fish më i ulët. Pastaj në Bangladesh është nga autori Khan X, janë observational control 248 pacientë hospitalizuar 12 mg veç një dozë e kanë marrë në pranim, mortaliteti 0.9% tyne që kanë marrë dozën krahasim me 6.8% atyre që s'kanë marrë. Vlera P është 0.05. Pastaj, domethënë përmirësimi i gjendjes spitalore ka qenë 9 ditë të personat, koha e qëndrimit në spital, KQSFL, koha e qëndrimit në spital ka qenë 9 ditë të personat me ivermectin, 15 ditë gati 2 fish të personave të cilët nuk kanë marrë ivermectin. Edhe këtu vlera signifikante. Pra, që do thotë që ky studim është statistikisht signifikant apo i rëndësishëm. Po ashtu në Irak është edhe një observation control trial, e keni të publikuar në këtë link, janë pacientë hospitalizuar, kanë marrë 200 mikrogram për kilogram ivermectin edhe hydroxychloroquine së bashku me azitromicin, veç një dozë e ka marrë të ivermectin, koha e qëndrimit në spital ka qenë 7.6 për këta që janë të hospitalizuar dhe kanë marrë ivermectin, krahasim me 13.2 ditë të personat që nuk kanë marrë ivermectin. Kjo e bën domethënë që grupin ivermectin të ketë shumë përparësi, 2 fish më shpejt kanë dalë pi spitalit apo koha e qëndrimit në spital dhe vlera ka qenë signifikante. Sa i përket mortalitetit apo vdekshmërisë, 0 kanë qenë të vdekur nga grupi që kanë marrë ivermectin dhe 2 kanë qenë të vdekur nga grupi që nuk kanë marrë fare ivermectin, që kanë vazhduar me trajtimin normal. Po ashtu edhe në Peru është një rast mbajegje i madh, është eni është 5683, ndërsa ivermectin për këtij grupi kanë marrë 568, tjerët janë trajtuar me dozë standarde, domethënë të trajtimit standard, të protokollit standard. Doza nuk dihet në këtë studim, nuk është cekur, mund të him me pa, nuk është cek dhe i vetmi studim në të cilin nuk është gjetur ndonjë përfitim, pra përfitimi ka qenë jo signifikantiv, ka qenë këtu. Ka qenë interesant se në këtë studim nuk është paraqitur fare as doza, as kur është dhënë, domethënë ditën 1 apo 2.
Sa i përket këtij studimi, është RCT, ku janë ndarë në dy grupe pacientët me ivermectin edhe pa ivermectin, 2/3 pacientëve ka qenë jashtë spitalor, 1/3 ka qenë spitalor dhe janë trajtuar me 200 mikrogram për kilogram ivermectin dhe doxycycline ditën 1, 2 dhe 3. Koha e shërimit për këta me ivermectin ka qenë 6 ditë, ndërsa për këta që s'kanë marrë ivermectin 13.6 dhe ka qenë signifikante. Ndërsa vdekshmëria, që është më rëndësishme, në grupin ivermectin ka qenë 0%, në krahasim me 27.3% vdekshmëri në pacientë të sëmurë rënd. Vlera kjo statistikë ka qenë pothuajse mjaft signifikante, së është në 0.05, veç ky dyshi për na prish signifikancën, por prapse 0 dhe 27.3 mjaft signifikante. Sidoqoftë statistikisht konkludohet që nuk është signifikante pasi që është mbi 0.05. Pra në teorinë shkencore, çdo studim që e ka p-value më të madh se 0.05, pra që do të thotë ka gjasa që ky rezultat është i rastësishëm. Mirë, në këtë rast është pothuajse në target në kufirin e signifikancës. Si dhe i fundit është në Brazil, janë 1408 pacient, është observation control trial, janë pacient të hospitalizuar, kanë marrë 150 mikrogram për kilogram dozë të ivermectin, vetëm një dozë dhe është krahasuar mortaliteti. Mortaliteti përgjithshëm të ata që kanë marrë ivermectin ka qenë 1.4%, të ata që s'kanë marrë, të grupi që s'kanë marrë ka qenë 8.5% dhe ka qenë signifikantive. Këto kanë të dhënat empirike për 3 grupe të studimeve që janë bërë deri tash. Tash do t'i shohim edhe disa dhëna epidemiologjike nga shtetet që kanë bërë shpërndarjen e madhe të ivermectin kundër C19. Siç e shohim në Brazil janë 4 komuna ose rajone, Itaji, Macapá dhe Natal, janë çto me zeza, tash do t'i shohim. Dhe në këto 3 komuna, themi ose rajone të Brazilit, janë shpërndar sasi masive të dozave të ivermectinës. Do thotë jo të pacientëve, por janë shpërndar që të përdoret për qëllime profilaktike. Në popullsinë që në rastin Natal janë shpërndar mbi 1 milion doza. Natal është ky i treti këtu. Dhe janë krahasuar me komunat që janë ngjit metodhe që kanë banor njëjtë. Shiqani, për shembull këtu janë popullata në Mira. Për shembull, Itaji ka pas 223.000 banor, është krahasuar me Chapecó që i ka pas 224.000 banor. Është një njëjtë banor. Dhe kanë qenë komuna njëra me tjetrën afër. Pastaj Macapá që ka marrë dozë të ivermectin krahasim me komunën që nuk ka marrë, është një banor njëjtë dhe është krahasuar sa është numri i infektimeve për 3 muaj. Dhe është filluar domethënë kjo shpërndarja në këto 3 komuna është filluar në qershor, korrik dhe gusht. Dhe shiqoni rastet që kanë ra, për shembull, në këtu që është marrë, kanë qenë në qershor kanë qenë 2123 raste në çet komunë me COVID-19, në muajin korrik kanë qenë 2800, ndërsa muajin gusht ka rënë në 998. Pra ka rënë, nëse krahasojmë përqindjen qershor korrik, 40%. Po qershor korrik gusht. Përqindjen e gushtit në krahasim me këto dyja. Ndërsa në Chapecó, ku nuk është shpërndar ivermectin, apsheni kamet reduktimi nuk ka qenë shumë i lartë, 1700, 1700, 1400. Në Macapá, 7900, 2400, 2300. 3 fish është zvoglu. Ndërsa në komunën që ka qenë njëjtë me banor pothuajse pak më shumë, ka qenë standard reduktimi, jo më i vogël. Ndërsa në vendin Natal, që thamë janë shpërndar mbi 1 milion doza, numri i rasteve me COVID kanë qenë 9000, pastaj ka rënë 7000, pastaj ka rënë në 1500. Ndërsa në një komunë afër Natalit me banor njëjtë, numri i rasteve për çdo muaj ka qenë pothuajse nuk ka rënë as drakt, ka rënë, mirë po nëse këshyrim përqindjet, shiqoni përqindja 90% veç kamet nëse krahasohet pra gushti, nëse krahasohet gushti me këto 2 muaj tjera. Nëse krahasohet gushti i kësaj komunës tjetër me këto 2 muaj tjera ka dalë gjatë 2%. Domethënë efekti ka qenë siç po mundi me pa në komunat ku është shpërndar ivermectina ka qenë efekti shumë i madh edhe në zvogëlimin e infektimit me SARS-CoV-2. Po ashtu edhe në Peru është një dhënë epidemiologjike, thotë tash do ta shohim, është marrë vetëm popullsia më e vjetër mbi 60 vjet. Pra është marrë mbi 60 vjet dhe është parë për 8 qytete peruviane, 8 Loreto, Ugaj, këto janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, që vendosën trajtim masiv me ivermectin. I janë marrë 8 qytetet dhe periudha ku është me të hirit këtu, është kur nuk është përdor ivermectin. Prej ngjyrës së hiri dhe djathtas, kjo me ngjyrë të kuqe janë personat, do të thotë mbi 60 vjeç vdekshmëria atyre. Ja ku e keni total deaths per population, po mos harroni është vetëm popullata është marrë mbi 60 vjet. Dhe në të 8 qytetet mundi me pa grafiku, edhe pse raste, këto me të kaltërt janë rastet e infektimeve mbi 60 vjet, këto me të kuqe
janë vdekshmërit. Momentin kur kanë fillu me përdor Ivermectin në këto qytete peruviane, pra të Perus, kemi rënje drastike të vdekshmërisë të persona mbi 60 vjeç. Shiqoni, edhe në këtë qytet, edhe në këtë qytet, edhe në këtë qytet, edhe në këtë qytet. Kjo është domethënë referenca komunimi pa. Kjo është një dhënë epidemiologjike që e mbështet edhe këtu përdorimin e Ivermectin si mjet mjaft efikas dhe efektiv në parandalimin dhe zvoglimin e vdekshmërisë nga SARS-CoV-2. Sipas këtyre autorëve, domethënë të aleancës së trajtimit të pacientëve me COVID-19, kanë thënë që të dhënat ekzistuese dhe kumulative, domethënë nëse i mbledhim të gjitha dhënat empirike deri sot në dhjetor të provave shkencore, ata, domethënë FLCC Alliance, ka rekomandu përdorimin e Ivermectin si në aspektin parandalues, ashtu edhe në trajtimin e COVID në të gjitha fazat. Gjithashtu, kanë konstatu që në pranitjen e rritje globale të madhe të COVID-19, përdorimi i gjerë i Ivermectin mund të çojë në një ulje drastike të niveleve të transmetimit, si dhe të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në fazat e sëmundjes së lehtë, moderuar, madje edhe të rëndë, siç e pam edhe me studimet empirike, të cilat kishin rezultat apo statistikisht ishin signifikant në grupin që ka përdor COVID, krahasim me grupet e pacientëve që nuk kanë përdor COVID-19. Kjo është doza që ata propozojnë, kjo është doza për trajtim të personave me COVID, kjo është doza profilaktike varësisht peshës trupore. Pra një person që është me peshë trupore nga 87 deri në 95 kg duhet marrë 18 mg në ditë. Këta propozojnë që duhet merren 2 doza në ditën 1 dhe ditën 3. Ndërsa për qëllime për të mbrojtur pra personat shëndetësor, të cilët janë të ekspozuar ndaj virusit dhe që janë të ekspozuar ndaj një risku të pranimit të virusit, thotë që duhet marrin 14, pak një dozë më të ulët, mirë po duhet të marrin dozë javore çdo javë. Një dozë pak më të vogël, po duhet një herë në javë. Të marrin 14.3 për të mos marrë fare virusin SARS-CoV-2. Çka është edhe më e rëndësishme janë që shumë shtete ku kanë përdorur këtë Ivermectin ka pasur pako mjekësore, pra i kanë përgatitur për shembull në disa qytete të Brazilit, shiqoni, në Rio Grande do Sul, në Mato Grosso, në Parana, qeveria komunale, pra këtyre komunave ka vendosur ta krijojë një pako për pacientë, shiqoni, në pako ka vendosur Ivermectin, vitamin C, vitamin D dhe zink. Po ashtu, edhe në Mato Grosso ka vendosur një pako që të jep pacientëve që në faza sa më të hershme, pra azitromicin, Ivermectin. Pastaj në Parano ka vendosur edhe këtu azitromicin, hidroksikloroquin, pako. Pastaj edhe në Salvador pakoja, në Guatemala pakoja, në Indi pakoja. Këto janë disa pako që qeveritë komunale ose vendet e ndryshme që kanë aprovuar për ta bërë sa më të lehtë dhe sa më pak të kushtueshëm trajtimin e SARS-CoV-2 të pacientëve, kanë zhvilluar pako të ndryshme që janë financuar nga donatorë apo nga ministritë e shëndetësisë apo nga vetë qeveritë komunale të këtyre vendeve. Dhe para se ta përmbyllim, desha ta lëshoj një video të këtij mjeku, pra është Pierre Corey, që është doktor i mjekësisë, po ashtu doktor shkencë, është pulmolog dhe udhëheqës i njësisë së intenzives në Aurora St. Luke Medical Centers, gjithashtu është edhe profesor i asociuar në Universitetin e Mjekësisë në Wisconsin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku para senatit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, para disa senatorëve, tregon rezultatin mjaft të rëndësishëm të Ivermectin. Pra mund ta dëgjoni në gjuhë angleze, për gjithë personat që e dinë, gjuhën angleze do ta kenë shumë lehtë që ta kuptojnë dhe pastaj po e përmbyllim këtë prezantim. Është 3 minuta, 2-3 minuta prezantim shumë i shkurtër. Study of the many that I want to talk about. And I want to talk about that we have a solution to this crisis. There is a drug that is proving to be of miraculous impact. And when I say miracle, I do not use that term lightly. And I don't want to be sensationalized when I say that. That is a scientific recommendation based on mountains of data that has emerged in the last 3 months. When I am told, and I just had to hear this in the opening sentence, that we are touting things that are not FDA or NIH recommended. Let me be clear. The NIH, their recommendation on ivermectin, which is to not use it outside of controlled trials, is from August 27th. We are now in December. This is 3 to 4 months later. Mountains of data have emerged from many centers and countries around the world showing the miraculous effectiveness of ivermectin. It basically obliterates transmission of this virus. If you take it, you will not get sick. I want to briefly summarize the data. My manuscript, again, published by some
of the most, we have contributed more to the medical knowledge of our specialty in our careers than anyone else can claim as a group. And our manuscript, which was posted on Medicine Preprint Server, details all of this evidence. I want to briefly summarize it. Number one, we have evidence that ivermectin is effective not only in prophylaxis, in the prevention. If you take it, you will not get sick. We just came across a trial last night from Argentina by the lead investigator of ivermectin in Argentina, Dr. Hector Carballo. They prophylaxed 800 healthcare workers. Not one got sick. In the 400 that they didn't prophylax with ivermectin, 58% got sick. 237 of those 400 got sick. If you take it, you will not get sick. It has immense and potent antiviral activity. We know that from the first study in Monash, it has made the bench to the bedside. Prophylaxis, we now have 4 large randomized controlled trials totaling over 1,500 patients, each trial showing that as a prophylaxis agent, it is immensely effective. You will not get sick. You will be protected from getting ill if you take it. Atëherë falenderit shumë që dëgjuat tërë këtë video paksa të gjatë lidhur me trajtimin jashtë spitalor të pacientëve me COVID-19 dhe ku shpjeguam lidhur me 3 protokolle. Falenderit shumë, miropafshim.